Ëmbëlsira që s'mund t'i rezistoj askush receta origjinale e trileqes. Nëse i përmbani kësaj recete, nuk do dështoni asnjëherë. Këtë shije më unike kanë bërë vezët e freskëta që kanë përdor janë vezga tuni nga Kage. Fillimisht nevojiten 8 vezë, ndajmë të bardhat nga të verdhat. Të bardhat i tundim veçmës, shtojmë sheqer vaniljen dhe sheqerin. Pasi kemi fituar një masë të qëndrueshme, hedhim të verdhat një nga një. I përziejmë me kujdes, mielin e bashkojmë me pluhur pjekje. Mielin e hedhim gradualisht. Brumin e fituar e kalojmë në tepsi me letër pjekje, pjekja bëhet në temperaturë 180 gradë për 20 minuta. Pas pjekjes, pandispanin e largojmë nga tepsia, hedhim kremin, prapë e kthejmë pandispanin në tepsi, bëjmë disa vrima me piron, në anën tjetër përzijem 3 llojet e qumështit, i hedhim sipër pandispanjes, në anën tjetër krem karamelin e përzijem me ujë të vakët, e tretim mirë e hedhim sipër. Zbukurimin mund ta bëni sipas dëshire. Kjo ishte receta për sot, ju sugjeroj ta provoni.